Nga dita e sotme, të gjithë drejtuesit e automjeteve që i nënshtrojnë kontrolli teknik duhet të përgatiten për një kriter të ri, të cilin duhet të kalojnë gjatë testimit të makinës së tyre. Bëhet fjalë për shkarkimin e gazrave të automjeteve, që nëse janë jashtë limiteve, atëherë automjeti do të ngel, pa patur mundësi të pajiset me certifikatën vjetore të kolaudimit. Një ditë para hyrjes në fuqi të udhëzimit të ri, ne të UECAP vizituam ambientet ku kryhet kontrolli teknik. Aty pam nga afër testimin e automjeteve për sa i përket gazrave që ato nxjerrin, nëse janë të dëmshëm apo jo. Sipas informacioneve të specialistëve aty, mësuam që automjetet të cilat punojnë me benzinë do ta kenë më të vështirë për të kaluar këtë test. Kjo për arsye se benzina përbëhet nga 3 tregues, të cilët duhet të mbeten brenda limiteve. Rasti konkret, kemi makinë të 99-s. Po parametrat kontrollojnë njësoj. Pra monoksidi i karbonit, hidrokarburet dhe ai koeficient që tham lambda, i cili është raporti i përzierjes, koeficienti i përzierjes ajër benzinë. Në rastin konkret, prova ka filluar dhe monoksidi i karbonit, hidrokarburet dalin në rregull. Treguesi është edhe në vlera rezultati edhe nga kjo fushë e shile që ka. Ndërsa koeficienti i përzierjes është shumë i keq. Domethënë, në rastin konkret, kjo makinë ka mungesë, pra është e varfër në Michel, pra që do të thotë ka më pak benzinë nga ç'duhet. Pra ka më shumë ajër, më pak benzinë. Në provën e parë, ky automjet nuk e kalon testin e cilësisë së gazrave, që nxjerr pas djegjes së karburantit. Sipas udhëzimeve të reja të Ministrisë së Transportit, automjetit i jepen edhe 4 mundësi të tjera. Pra, i dhanë mundësia e 4 provave dhe parametrat nuk ndryshuan. Dhe kjo makinë është skualifikuar. Pra, nuk e merr testin. Duhet të vi për rikontroll mbas riparimit që do t'i kryej poseduesi i mjetit. E në këtë pikë, nëse një automjet edhe pse mund të jetë në gjendje mekanike të mirë, ai do të ngel vetëm për treguesin e shkarkimit të gazrave, i cili me udhëzimet e reja duhet të mbetet brenda parametrave të vendosur nga Ministria. Por çfarë duhet të bëjnë drejtuesit e automjeteve kur makina e tyre ngel në testin e kontrollit teknik vjetor vetëm për treguesin e shkarkimit të gazrave? Për këtë ne kemi pyetur inxhinierin mekanik Parim Kolasin. Zgjidhja emergjente është vendosja e konvertimit katalitik. Në fjalë vendosen katalit në sistemin e shkarkimit të gazrave. Që filtrojnë gazrat dhe nxjerrin janë sa më pak të dëmshme për njerëzit edhe për ambientin. Por sipas mekanikëve ka edhe disa arsye të tjera që çojnë në problemin e shkarkimit të gazrave të dëmshëm. Gjendja teknike e motorit, nëse ka kaluar kilometrat dhe ka probleme në argjimin e karburantit, në argjimin e vajit, është edhe gjendja e karburantit, që dhe jo është shumë e rëndësishme. Deri tek ne shumë është folur që deri tashti karburanti ka qenë me probleme, jo i cilësisë lartë. Kalimi i testit më i vështirë mbetet për automjetet që punojnë me benzinë dhe veçanërisht për ato që janë edhe me gaz. Kjo për arsye se gazi që qarkullon në tregun e karburantit ka cilësi të dobët, ndërsa benzina ka 3 tregues që i nënshtrojnë testit. Në rastin e naftës duhet të kalohet vetëm një tregues, ai i opazitetit, ose siç njihet ndryshe, bloza. Sipas inxhinierëve mekanik, një nga problemet kryesore në këtë rast dhe që nuk varet nga vetë individët, mbetet cilësia e karburantit. Për aq kohë sa ajo është jashtë cilësisë së duhur, do të bëhet shkak që një numër i madh automjetesh të ngelin në testin e gazrave të dëmshëm që ato shkarkojnë.